Pasi mësuan se çmimi i derivateve do të rritet pas mesnate, disa pompa të benzinës filluan të mos shesin derivate, me arsyetimin se është harxhuar. Što nema? Nafta nema. Zašto? Zato što nema istočeno sve. Ne je stignat. Koga ti se? Čim stigne, počnemo točno. Koga je ovako? Od 6 sati do sad samo 1 ton nafte imamo smo. Čim stigne... Čare što je? Ništa, se smeni cijena, pa to je da. Ne, ima šanse da stigne svega, da, ima šanse da stigne do 27-8 tona. To točno. Ama ne se zna, mi ne znamo ni... Se može samo te zebu da doješ pa da nema nafte. Da, mnogo zima, pa evo. Vidiš, autobus stoja točno, ovi stoja tamo točno, a nema nafte. Situata të tilla kishte në pika të karburanteve që janë afër kufive, por edhe në përqytete. Kjo i ka irrituar qytetarët që disa i cilësojnë si profiter të krizës. Disa pika të karburanteve gjatë fundjavës, por edhe këtë të hënë kanë filluar të mos japin derivate me shumicë, por as me pakicë. Disa japin me litra të limituar, e disa deri në 500 denar, duke qenë se çmimet pritet të ndryshojnë gjatë kësaj të hënë sipas Komisionit Rregullator të Energjetikës. Nga ana tjetër, konsumatorët shprehen të revoltuar duke qenë se pikat e karburanteve po shfrytëzojnë këtë krizë në dëm të qytetarëve. Me të filluar lufta në lindje të mesme, që në javën e parë të marsit u reflektua kriza për karburante. Disa qytetarë që prisnin radhën për të mbushur rezervuarët, por disa dhe me fuqi të mëdha si kjo. Komisioni Rregullator për Energjetik ka miratuar vendimin për rritjen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës me një mesatare prej 14.27%, krahasuar me vendimin e datës 2 mars 2026. Nga mesnata e sonte sapo të bëhet 10 marsi, këto çmime do të hyjnë në fuqi. Çmimet me pakicë të benzinës Euro Super 95 dhe BS 98 rriten me 5 denar për litër. Çmimi i naftës rritet me 14.5 denar për litër. Benzina Euro Super 95 bëhet 79.5 denar për litër. Benzina Euro Super 95 bëhet 81.5 denar për litër. Naft Euro Diesel bëhet 85.5 denar për litër. Vaj ekstra i lehtë për djegje bëhet 82.5 denar për litër. Mazut M1 NS bëhet 42.586 denar për litër. Sipas KRE-s, çmimet referuese të derivateve të naftës në tregun botror krahasuar me llogaritjen e mëparshme janë rritur mesatarisht për benzinën me 13%, për naftën me 36%, për vajin ekstra të lehtë me 32% dhe për naftën e mazutit rritja është 27%. Kursi i këmbimit të denarit kundrejt dollarit në periudhën pas së cilës çmimet u formuan me llogaritjen e mëparshme është më i lartë me 0.95%.